Po, Blendi, ka një problem shumë të madh, se duket sikur Partia Demokratike... E kishte dhe ku do të çojmë protestat, po? Protesta, gjithmonë Partia Demokratike është gjithmonë aty ku është interesi politik, po gjykimin tim nuk është asnjëherë aty ku është interesi publik. Edhe unë besoj që një parti opozitare, sikurse është Partia Demokratike, në moment që nuk adreson të gjithë problematikat që ka opinioni publik, rrezikon të kthehet e parëndësishme. Ajo që tha zoti Balliu ishte që në protestën e sotme të bërë në orën 5, e pat 4 veta ishin, pra ne jemi garancia që ta marrim sikur është dhe frika, frika nga Edi Rama, më kupton? Ne jemi vetëm garanci që mund ta çojmë protestën përpara, mund të jetë masive atëherë. Por imagjinohet tani garancia e vetme për protesta që kanë interes publik kthehet një garanci, një opozit që kthehet garanci për të bërë protesta vetëm për interes e tyre politik. Tani është interesi jon politik. Interesi politik është që kryefjala e kësaj proteste... Është interesi jon politik, prit. Po pra, politik është kryefjala e kësaj proteste ka qenë Belinda Balluku, që nuk e çoi Rama, Akshi, se e mbrojti për vete. Çfarë do të thotë? Që do të thotë ne jemi përpara zi, para ligjit, mendoj që është e drejtë për ne? Jo. Do të thotë që jemi kundër korrupsionit, mendoj që është e drejtë për ne. Çfarë themi ne? Vidhni pa hesap. Zoti Balliu, jo, s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Vidhni pa hesap është e përcakton gjykata, nuk e përcaktojmë dot ne, sepse e di pse nuk e përcakton dot zoti Balliu, se sapo përmende zotin Xhelal Mziu. Xhelal Mziu është në SPAK. Flamur Noka është SPAK. Po prit pa tani, ma le ta them. Të lutem. Po pra. Pra nesër, po jo, rrezikoni, të lutem. Jo, s'ka lidhje. Nuk është rasti. Nga Balluku, unë ta jap imunitetin SPAK-ut vinte të gjithë ditën. Nuk është rasti, nuk është rasti. Balluku e ka dhënë imunitetin për sa kohë është në hetim në procedim penal. Imunitet Balluku jam tani nuk jam gabim. Po mos shkitni lajme tani. Nuk jam as gabim se të drejtë për çdo gjë, vetëm këtë mos e thuaj. U bë vota në parlament që mos i hiqet imuniteti. Të dëgjova, më fal. Tani juve po kërkoni që Rama, kur në mëngjes jeni tullju, natën jeni qull, se mëngjes kërkoni që SPAK-u është organizat kriminale, kurse në darkë e thot SPAK-u t'ja heqi qik zonjën, ta arrestoj zonjën. Për vete ju jeni, po prit mëri dashur, ta maleta mbaroj se s'de kuptosh. Vetëm maleta mbaroj. Dashje pa dashje, këto i thonë në parlament, atë pësës këto thonë. Jo, nuk e di, nuk i para i ndjek, as për dën, as pësë. Parlamenti ka humbi interesin edhe për opinionin publik. Vetëm kur zjeni, jeni këtu si Big Brother, vetëm kur zjeni, e çojmë televizorin atje dhe janë bëjnë kronikat e lajme. Jo, unë, të gjitha këto që thua ti, unë t'i them, unë të jap me videon, të gjitha këto që thua ti, unë i gjojnë parlament atje nga PS-ja. Unë po them, ne jemi mëngjes drejt dark, vetëm për një gjë, drejtësi para ligjit, të luftohet krimi organizuar dhe kartele. Ma le ta mbaroj të lutem. Shtetin ligjor. Zoti Balliu ti jenë SPAK, zoti Xhelal Mziu është SPAK, zoti Flamur Noka është SPAK. Nesër nëse të kërkoj arrestimin tuaj, prit pra organizata kriminale që quhet SPAK, do i luteni Ramës mos t'japi mandatin, apo do bëni dhe ju si kolegu juaj të persekutuar politik. Po jo pra prit tani. Para keni një ngatres që thoni mandatin dhe imunitetin. Jo, nuk kam ngatres unë që është dy standardi i drejtësisë. Po thoni mandatin dhe imunitetin, janë dy gjëra ndryshme. Po mandati, po lanë mandatin, këshill mandatin dhe iknin burg. Ai quhet imunitet parlamentar. S'ka imunitet tjetër. Një sekond do bish dakord. Po patjetër. Një sekond. Imuniteti parlamentar. Ta jap sot. Ta jap sot, me to gjithë ditën. Po sepse se ke akuzat si Xhelali ti dhe si Flamuri. Se kanë akuzat tjera ato, ti e jep. A ke garancinë që japin ata të dy? Të gjithë Jo, nuk e japin ata, se do ta shënoj. Jo pra, sepse janë e njëjta dhe unë prandaj bi dakord edhe me ish kolegun tënd që tha është e njëjta skem që ka qenë edhe para shumë viteve, skema humbse që shqiptarët i larguan me 1 milion vota janë po prapë problemi. Ma thuaj pak cili është problemi? Siç është problemi? Çfarë problemi kemi? E para është dy standardi. E dyta është që ti nuk adreson problemet qytetarëve. Unë të preferoja që sot, më fal, ka protesta nga Veriu në jug dhe ju nuk jeni në asnjëra nga to. Dhe unë ndoshta presupozoj që dhe protesta e organizuar sot, ose e thirrur sot, gjatë gjithë kohë nuk ka rëndësi ose protesta tjera, po nuk jeni pra asnjëra nga Veriu në jug, nuk jeni. Jeni vetëm se protestat e juaja. Këto janë protestat e për Ballukun. Po nuk ka si rjoll ta bëjmë, mos i vëjmë emra. Nuk kam si i vëjmë emra. Do dalun nesër ku dëgjon për pensionistët. Kemi ndonjë interes. Ore do dal nesër për pensionistët, do thosh se si në Babru. Nuk ka rëndësi kësaj proteste. Po jeni pro një protestë, jeni për interes politik dhe jo interes publik. Interesi publik është çmimi i naftës dhe fajin e çmimit naftës
e keni ju, e ka ky që është, se ka fare kërësit. Po jo, ta shpjegoj unë. Ta shpjegoj unë se qa. Po jo ti personalisht. Jo, në Partisë Demokratike. Që ku premtove tramin. O zotri, ka qenë 145 lekë çmimi naftës në Partisë Demokratike, o zotri. Të lutem, ka shpimi të gjova me respekt. Një minutë. Kemi ne me çmimin e naftës. Ja ta them unë çfarë problemi ke ti. Ka 14 vjet që qeverisë ti zotri në asnjë fushat nuk e thënë që për shembull do bëj tramin, do bëj metron, do rregullojmë sistemin autobuseve. E dim se ka problem Shqipëria çmimin e naftës, sepse makina e qytetarëve shqiptarë është i vetmi mjet transporti privat dhe publik në Shqipëri. Si asnjë vend tjetër të botës. Në botë unë marr tramin, marr autobusin, zbres nga avioni, marr trenin, marr metron, i kam të gjitha mjetet, madje është idiotësi, do isha idiot nëse do kisha bler makinë dhe do paguaja taksa për makinën pa pas nevojshme. Në Shqipëri makina është i vetmi mjet privat dhe publik për të mbaruar, për të çuar fëmijë në shkollë, për ta marrë, për të ikur vetëm punë, për të shkuar në aeroport apo për të shkuar ku dëgjon, në spital. Nafta më e shtrenjtë. Një sekondë, jo më jo ndaj nafta është. Nuk thash nafta është më e shtrenjtë më. Ne kena domosdoshmëri makinën. Ndryshe nga vendet e tjera ku aderojmë të shkojmë. E dyta dhe jo më pak e rëndësishme, kjo protestë. Po mos argjoshe nafta për atë charterin e Ramos me 214 lekë. Po tramin e premtuat ju, bo Klevis. Tramin e premtuat ju se mbajti Rama. Protestojnë populli? Kush? Jo, këtë nuk e di pse nuk proteston populli. Dhe kjo është e shëmtuar ose jo, prit. Kjo duke sigur, jo, sepse po tentohet thuhet sigur nuk ka interes publik. Ikni pyeti qytetarët, bëni vox pope, a protestoni për çmimin e naftës? Por duhet ta adresojnë këta. Kush ta tha? Këta që kanë ardhur aty zotri, ata njerëz që kanë ardhur në atë protestë që po bëjnë betejë, kanë ardhur se kanë interes çmimin e naftës. Kanë interes që është vjet prova. Kanë interes që i kanë fëmijët, kanë interes zotri, a do mleshim minutë? Kanë interes që i kanë fëmijët të pasigurt në përshkolla. Kanë interes sepse nuk ulen dot në përlokale. Ata që dolën një ditë përpara, o Klevis, sepse shkak që dolën një ditë përpara, pse nuk dolën të nesërmen? Si nuk dolën të nesërmen? Ore pse dolën protestë o zotri? Ore ishin 4 veta. Unë ishin 4 veta, more. Ore sot ishin 4 veta në orën 5. Po pyet ata që dolën dje për naftën, ç'po harruan të dilnin sot. Ore ç'pyet të tjerë, ja ku e ke protestën atje, mund pyet për këtë, m'pyet për protestën që thret ti. Po di unë e ke thirr ti atë protestë kanal. Ka lidhje ajo. Ma kuptove edhe një herë. Nuk ka lidhje se ka. Gjendja është totalisht anormale. Fakti që partia opozitare bën protestë është gjendje anormale. Fakti që partia opozitare bën seri protestash është edhe më shumë anormale. Fakti që tentojnë segmentet e shoqërisë civile të bëjnë protesta, më së shumti të dështojnë ose ato janë raketike. Ky është anormaliteti dhe duhet ngritur pyetja pse. Tani, shpjegimi është ose sistemi demokratik dhe shoqëria janë në rregull, dhe na ka qellu kjo opozit, siç thot kryeministri, e mbrapsht, që ja fut kot. I mbledh ato camira vetë, se s'ka pun tjetër këta, se janë të përjashtuar nga zhvillimi dhe shanset e oportunitetit madh që ka krijuar Ilindi, ose janë asjelta. Tu kemi të bëjmë me një regjim hibrid, të anuar vit pas viti drejt autokracisë dhe pushtetit në një dorë, që një pjesë shoqërisë e frikson, një pjesë shoqërisë e akaparon, një pjesë të shoqërisë e korrupton, një pjesë të shoqërisë e përze, dhe kjo shoqëri në arrati rinore dhe në apati pleqërore duket si baruti thatë. Çfarë tregon PD-ja sipas asaj që analizojën? PD-ja tregon që gjilpëra godet, funksionon. Shoqëria nuk ndes. Se normalisht, po t'jenë të vërteta, gjithë probleme që njerëzit shpesh i thojnë, kjo shoqëri duhet të zjente nga një protest e përhershme e krijuar vetiu nga shoqëria civile, jo nga partia politike. Fakti që përfundojmë, pra, ne nuk mund themi që... Ku do shkoj PD-ja me këtë? PD-ja do të bëj atë që është e dënuar të bëj. Të tentoj të jetë katalizatori për të shkaktuar reaksionin. Por që të shkaktohet reaksioni, nuk mjafton katalizatori. Substanca duhet jetë ngopur mjaftueshmërisht për të zhvilluar reaksionin. Nuk ke një problem që vjen vetë nga PD-ja për këtë gjë? Nuk e ka PD-ja problemin, PD-ja nuk e ka problemin ke vetja. PD-ja po bën për te asaj që i takon një partie politike. Shpjegimi vetëm është gjendja anormale e sistemit ton shoqëror dhe shtetëror. Vetëm kjo e shpjegon këtë gjë, por ndryshe le të pranojmë pastaj që na kanë qellu ku diun sa mira të marra atje që janë mbledhur ke Partia Demokratike,
punët i kemi në rregull, qeveria është e ndritur, shoqëria është e lumtur, dhe këta janë anormale. U rrit çmimi i naftës, dalin vetëm 4 vetë në protestë. Kjo tregon gjë që shqiptarët janë të lumtur me rritjen e çmimit të naftës? Jo, e di Nuk çfarë kanë protesta ata? Po pse s'dalin? Pse nuk dalin? Pse nuk dalin vetë? Sa duket, Sepse ky regjim i ka tredhur, ka që ti është fare. në fakt, po ta marrim pak analizën ndryshe. Ta marrim pak analizën Edhe këta të protestës djeshme i ka tredhur. Se mund ishin prapë sot ata. Pa molotov, pa fishek zjarre. Elitat e fushave të ndryshme në këtë vend janë të akaparuara. Jo për inat të vjerës, shkojmë me mullizion. Elitat që duhet të drejtojnë popullin, janë të korruptuara, janë të kontraktuara, miq dashur. Dhe jeshta dhejnë barazimin gjithë ta nuk dolën dhe se problemin e ka opozita. Protestën e sot me bënde shoqëria civile, po ta marrë. Problemet që kemi ne si shoqëri, Se se ka ndalur Rama si elit dhe si sistem. Dhe i ka qelluar tashmë një parti e madhe që e ka dhe në kulturën e vet këtë mitingun, që të bëj gjëra që normalisht nuk i takojnë t'i bëj. Por ti s'ke tjetër. Ti nuk ke forcë tjetër të organizuar shoqërore, se dhe partia është forcë shoqërore, nuk ke forcë tjetër shoqërore që të ka përcej gjithë këtë lidhje, nyje, gordiane që ka rrethuar shoqërinë. Otani për protesta nuk po tenton... Sa këshu intereson, sa se kanë gjetur një zgjidhje Otani në fund, që të ton protesta? Që do sjeli? Se pa ndodhur Serbi nuk ka... E di çfarë ka bërë kjo opoziti me këto protestë? Jo, që ka ndodhur me këto Të ka ruajtur nderin si komb. Po pse të paktën vazhdojnë pas 13 vjetësh të themi të paktën, pas 14 vjetësh të themi të paktën, Vendos sikur mos kishte protestë në Tiranë. Vendos sikur mos kishte protestë. Është shumë të themi pas 14 vjetësh. Nda 4 veta fakira atje për protestë, njësoj si çdo në për natë.